Besimtarët ortodoks kremtojnë këtë të diel Pashkën. Kjo fest simbolizon ringjalljen e Jezusit të Nazaretit, 3 ditë pas kryqëzimit të tij, duke përfaqësuar lindjen e shpresës, forcimin e besimit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Urimet nuk munguan as nga politika shqiptare, ku kryeministri Edi Rama zgjodhi ta përcjell urimin e tij për besimtarët ortodoks përmes rrjeteve sociale të shoqëruar edhe me një foto simbolike të kryqit. Presidenti Bajram Begaj i uroi besimtarët ortodoks për sa më shumë besim, shpresë dhe gëzim në jetën e tyre, duke ndarë edhe pamje nga mesha. Një urim për besimtarët ortodoks jashtë kishës e la edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Besimtarëve ortodoks dhe të gjithë besimtarëve të Zotit, ju uroj këtë ditë Pashke, ditë e shenjtë e ngjalljes së Krishtit të mbret, burrit hyjt që me mësimet e tij ndikoi më shumë se kushdo tjetër në moralin e qytetërimit perëndimor. Ndërsa Anuela Ristani, nënkryetaria e Bashkisë Tiranë, uroi besimtarët për paqe e begati. Është ditë shumë e bukur sot në Tiranë, të urojmë gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkët, të kalojnë një kohë të paqët me familjen e tyre, të jemi mirënjohës për dhuratat që kemi dhe ta duam njëri tjetrin më shumë. Faleminderit. Gëzuar. Ndërkohë nuk munguan as urime nga përfaqësuesit e besimeve të tjera fetare në vend, të cilët u pritën në kishën ngjallje e Krishtit nga kryepeshkopi Joan.